Përshëndetje tonëve, unë jam Riuja, jam votues për herë të parë, edhe me ëndrën për me vazhdu studimet për mjek. Atëherë, zgjolla të bëhem pjesë e rinisë Partisë Socialiste, sepse është partia e cila i mbështet rinin, i dhimbon çdo nisëm që ata marrin për të ardhmen e tyne. Nga debatet, projekte komunitare edhe në kauza sociale, rinia është në qendër. Jam optimist që vota jeme e parë një teme ka me kënë për numrin 5 për Partinë Socialiste, për të ardhmen tonë edhe për të mirën e vendit tonë, për Shkodrën Europiane edhe për Shqipninë Europiane. Faleminderit. Për fortun ka ca fytjes të hiqë. Atëherë unë jam Kristiana, studioj në vit të parë për administrim biznes në Universitetin Luiq Gorakuqi. Dhe jam votuese për herë të parë. Zgjolla që studioj këtu në Shkodër, për arsye sepse shoh një rilindje shumë të madhe çdo ditë në vazhdim, duke filluar nga infrastruktura, nga arsimi edhe jeta studentore që na ofrohet shumë mirë. Si një votuese për herë të parë, jam shumë optimiste dhe themenizoj shumë të madh që votoj Partinë Socialiste për një të ardhme më të mirë, për një Shqipëri Europiane dhe për një Shkodër Europiane. Faleminderit. Bravo! Ku është rinia Shkodrës? Ju përshëndes gjithë. I dashur kryeministër, ne kemi shumë gjëra të bukura në Shkodër, ju keni thënë gjithmonë, kemi lumin, kemi detin, kemi malin, po gjëja më e bukur në Shkodër është rinia e Shkodrës, e talentuar, e dashuruar dhe forca më e mirë dhe më e fortë e Partisë Socialiste. Kemi punuar shumë, kena punuar shumë gjithë të kohë në 2 vjet dhe me programe të veçanta Bashkia për Rinin, kena bashkëpunuar, kemi dhënë shumë energji dhe në fakt ajo që desha menda sot është se fitoria është shumë afër, ne jemi shumë afër një fitore shumë madhe. Jo vetëm në Shqipëri, se në Shqipëri dihet që Partia Socialiste ka siguru fitoren për shkak se Edi Rama ka vite që punon, ka vite që kontribon dhe ka ndryshuar Shqipërinë. Ne kemi 2 vite në Shkodër. Me gjithë ju bashkë, në 2 vite kena bërë atë që s'janë bërë në 30 vite. E kena bërë Shkodrën kantier ndërtimin. Keni gojën plot për të shkuar dhe për të folur me secilin, që nga familjet tuaja dhe të kushdo tjetër që na ka besuar votën e bashkisë, që sot më tepër se kur kjo gjithë vota që kemi dhënë për bashkinë duhet të shkojë për Partinë Socialiste me 60% në Shkodër si fitore historike. Tani do t'ja jap fjalën atij që na frymëzon, atij që ka kthyer dhe na ka kthyer shpresën e qytetit dhe të Shkodrës me investime, me ndryshime të jashtëzakonshme, kryeministri i dashur Zotit Edi Rama. Faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve, është kënaqësi, patjetër, dhe besoj që juve duke qenë zeni dhe në kam nuk doni shumë fjalim të gjatë. Unë kam jo shumë të letë të flasë shumë shkurt, por do më përpiqem të flasë shkurt, duke u thënë se personalisht fiksimin e vjetër që si ka mundësi që nuk ma dha një herë shansin shkodrant për t'ju provu se çfarë mund të bëjmë ne për Shkodrën, unë e kam nxjerrë. Kështu që 2 vjet përpara, më në fund, na e dhanë mundësinë, edhe në 2 vjet ne kemi bërë për Shkodrën atë që s'është bërë në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku.
vjet, nga të gjitha të dhënat ekonomike, nga të gjitha të dhënat e biznesit vogël, ka qenë viti më i mirë i Shkodrës, sepse Shkodra ka filluar, sapo ka filluar të bëhet dhe një atraksion turistik, ku nuk janë thjesht ca turist që ka përcejnë për gjysmë dite nga Malizi, por ku ka shumë turist që vinë enkas për Shkodrën. Dhe natyrisht kjo fal ndryshimit që ndodhi këtu. Pra, nëse ka një vend ku ka plot vende, po nëse ka një vend ku mund thush kush mendon që vota nuk vlen, e ka gabim dhe të shofi se si vetëm vota ktheu përmbys historinë bashkohore të Shkodrës nga një histori degradimi, izolimi, zhytje në plurë, në pislëk, në një histori rilindje, është këtu. Dhe nga ana tjetër, unë besoj që ka shumë për të bërë akoma, sepse me qytetet e tjera kemi pas mundësinë të punojmë më shumë në një kohë më të gjatë. Me Shkodrën kemi vetëm 2 vjet. Por ama kemi një bashki që udhëheq, kemi një kryetar bashkie që projekton dhe ndjek projektet, kemi të gjithë vullnetin për t'i dhënë Shkodrës më shumë dhe këtë herë i kemi vendosur përpara qytetarëve të Shkodrës, besoj unë, zgjedhjen më të mirë që kanë pas ndonjëherë në të gjithë listën e Partisë Socialiste. Tani, pyetja për qytetarët të Shkodrës edhe për gjithë ju është shumë e thjeshtë, ose që ju duhet t'ia bëni tjerë, a doni që Shkodra të ketë më shumë fuqi, atëherë duhet të çoni më shumë njerëz në parlament nga Partia Socialiste. A doni që Shkodra të ketë zë më shumë, atëherë keni mundësi të shtoni zërat për Shkodrën në Kuvendin e Shqipërisë duke votu për ata dhe për ato që do t'jenë pjesë e tryezës qeverisë, pjesë e tryezës vendimarrjes, jo për kënetën. Qa do bëjnë ata të kënetës atje? Imagjino kur mendoj që kanë nxjerrë prapa të si e ka ai, që ishte, si e ka ai, që ishte jo. Po pra, do më thënë, kthe gjaketën mrapsh, kthe prap nga e para, kthe prap mrapsh edhe thuj që merres është e re. Gjaketat më të konsumume i kanë sjell këtu edhe nga jashtë Shkodrës, edhe nga mrena, edhe thonë votojni këta. E qa do bëjnë ata? Qa do bëjnë ata? Asgjë. Qa do kenë ndorë? Asgjë. Kështu që kush do të ketë ndorë më shumë, duhet të punoj më shumë dhe të shtoj prezencën aty ku merren vendimet. Dhe e dyta, ju i keni dëgju bisedat e mia për pasaportën, por kjo nuk është shaka. Kjo nuk është shaka dhe kjo nuk është një pasaport që njeriu duhet mendoj, a mos e këtë kemi për ta marrë ne gjithsesi, jo, nuk është kështu. As nuk është kemi për ta marrë gjithsesi dhe as nuk është kemi për ta marrë kur mund ta marrim tani. Sepse nëse e shfrytëzojmë atë që na ka sjell fati, sepse e ka sjell fati, puna jon është një anë, por nga ana tjetër që ata të hapin derën për Shqipërinë është më shumë se puna jon. Janë rrethanat e Europës në përgjithësi, rrethanat e botës në përgjithësi, që ata tani duan të zgjerojnë Bashkimin Evropian. Dhe ne
kemi bërë detyrën tonë dhe jemi gjendur aty ku duhet moment në dur. Por, tani duhet hymë brënda. Deri dje ishim ke lagja tjetër, e na thoshin një ditë do vini ke Rozafa. Sot jemi këtu, po duhet hymë brënda. Dhe për të hyrë brënda, duhet mbyllim negociatat deri në 2027. Për mbyll negociatat deri në 2027, na duhet një fuqi më e madhe në parlament. Sepse negociatat janë bisedime për ditë. Mbi çerek milion faqe, që nga drejtësia, ekonomia, deri ke zogjt, ke peshqit, ke ujrat, ke mjedisje, gjithçka. Dhe ato që merremi vesh atje që po dakord, duhet vim këtu, t'i bëjmë vendime, t'i bëjmë rregulla, t'i bëjmë ligje. Dhe nuk mund vim këtu të rrim t'i lutemi kënetës, hajde tash se kjo duhet për të mbyllë negociata. Prandaj na duhet një fuqi më e madhe se ajo që kemi sot në kuvend, jo për mua, as për partin në vetë, sepse ne jemi shumicë dhe do ngelemi shumicë. Problemi është të jemi një shumicë më e fortë. Dhe shqiptarët bashkarisht, si që bën në Shkodër, më gjanëm, 2 vjetë për para. Qa bët ju në Shkodër 2 vjetë për para? Ju dhe të tjerë që janë demokratë. E thatë, ndjallë shkoft kjo punë, t'i bashkojmë njërë votat dhe t'i japim një kandidati që mbase do na bëjnë në gjo, se u lodhëm. Dhe rezultoi një zgjedhje shumë e mençur. Pra, e lanë mënjan shkodranët, jo e Majda, jo e Djatha, jo Peseja, jo Pedeja, edhe Iran kokë. Iran në kokë. Tani është koha për prapë për t'Iran në kokë. Apo s'është ajo pesa mund mes fletës votimit, s'ke as Majdës as Djathës. Këto kam unë për thënë edhe du të bëj një falënderim të veçantë edhe një përgëzim të veçantë për këtë gocën këtu. Për kesin, kjo është ne këtu në Shkodër kemi gjysmën e skuadrës, i kemi gra dhe vajza. Dhe këtu në Shkodër kemi edhe deputeten më të re, prape bragatim, më të re të Shkodrës, kështu që urdhëro thuj 2 fjalë. Përshëndetje të tanëve. Fiksu që e mërëja Shqipërisë. S'ka problem. Është case tjetër. S'ka problem. Akoma se more vish mushën teme. Akoma se more. Përshëndetje të tanëve. Du me bën një krahasim. Të shduket pak diferenca e shumicës djemve me vajzave, prandaj unë du mu kthy prapë te vajzat, që vajzat janë fuqia dhe motori lëviz i krejt Shkodrës edhe Shqipërisë edhe Partisë Socialiste. Unë realisht kam kënë gjithmonë shumë krenare që kam pas mundësi me punu me komplet qarkun e Shkodrës edhe me rinin e qarkut Shkodrës. Me rinin e Fusharësit, Pukës, Vaudejsit, Malësis Madhe. Dhe për mu ka kënë një privilegje jashtëzakonshëm me ju njoft prej afër. Me ju njoft prej afër edhe me kuptu gjithë se cilin për jush edhe me ndëgju gjithë se cilin për jush edhe me kënë zani juj edhe do të vazhdoj të abajt deri sa unë kënë forcë. Unë du me falenderu edhe kryeministrin për besimin që më ka dhanë, me kënë sot pjesë e kësaj skuadret edhe do mundohem t'ju shpërblej me punën teme edhe ta në rinis shkodrane edhe komplet qarkut Shkodrës. E rëndësishma është që ne t'i bashkojna vizionit që ka Partia Socialiste për Shkodrën edhe për Shqipërinë edhe mos ta hupim objektivin që ne kena për Shkodrën Europiane për Shqipërinë Europiane. Dhe me fjalët mençura të kesit, ju uroj të gjithëve një mbrëmje të mbar. Me një porosi për gocat këtu që cilën do prej tyre që kanë ndonjë simpatizant demokrat. Ndodh, ju ka ardhur në dorë
rasti ideal për ta vënë provë simpatizantin sa men ka. Jo për ta bë socialist, absolutisht jo, demokratët rrinë demokrat. Por me Shqipërinë, me BE-n në Europë apo me bufin e kënetës në gropë. Në qoftë se ai thot unë jam me bufin e kënetës, është koha për ta përcjell edhe për të pa majtas. Faleminderit.